nëse nuk ishte dërguar në gjykatën kushtetuese së dhe e ligjin fuqi, pasojat kishin me qenë fatale për atë institucion. Vendimarrja më nuk është e pavarur. Dhe është një përshtypje e demonizimit të njerëzve që po ngritin çështjen në gjykatën kushtetuese. Pra, duhet me kuptu qartë që lëvizja vetëvendosje i ka kritikuar shumë aktivistët dhe njerëzit të cilët e kanë dërguar ligjin e KPM-s në gjykatën kushtetuese. Absolutisht, nëse nuk ishte dërguar në gjykatën kushtetuese së dhe e ligjin fuqi, pasojat kishin me qenë fatale për atë institucion, sepse pastaj vullneti politik i shumicës politike që e krijon pushtetin kish me ndiku, kish me marrë vendime për një institucion pavarur. Nëse një antari KPM-s kish votu për lirisë së shprehjes ose nuk kish pranuar me ndëshku një media, deputeti kishin shkarku pas një procedurë. Gjë që vendimarrja më nuk është e pavarur. Pastaj ti je si themi në umbrellën e politikës, në umbrellën e pushtetit dhe ideja A mendon që deputet e vetëvendosjes, ata që e kanë shkruar ligjin, qeveria, e kanë ditë këtë problem? Që po, sepse nëse nuk e kanë ditë, atëherë del që nuk e di pse janë aty. Unë jam i bindur që ata e kanë ditë, po sa duket kjo ka qenë qëllim, kjo ka qenë qëllimi dhe në benoj që kjo dëmton demokracinë, e dëmton standardet që Kosova ka ndërtu. Unë me bindje tham që Kosova ka ndërtu standarde që ndoshta janë përtej vendeve të rajonit. Dhe vrehet një tendencë me i dëmtu këto standarde. Gjë që unë menoj që duhet me pas reflektim të gjithë po njerëzit po e kanë të vështirë me kuptu që ka pas një tendencë komplet me shtri ndikimin politik në media. Po atëherë cili është qëllimi i krijimit të institucioneve të pavarura, nëse duhet t'i ketë në dorë të gjitha pushteti. Atëherë po e lan pushteti le ta merr edhe avokatin e popullit, edhe gjykatën kushtetuese, edhe komisionet e tjera të pavarura. Kushtetuta e Republikës së Kosovës jep shumë rëndësi kontrollit dhe balancës. Jep shumë rëndësi. Prandaj edhe ka kriju institucionet pavarura, jo me i bë kashillëk e me i bë opozitë institucioneve të tjera të pushtetit, po me garantu që ato kanë me zbatu që ato standarde që janë vlerat kushtetutës tonë, e që janë barazia para ligjit, mos diskriminimi, respektimi drejtave të njerëzit, barazia gjinore, e shumë aspekte tjera.